Jo, nuk do të përfundoj fare me këtë qasje që e ka zoti Albin Kurti. Ne kemi pas një takim konsultativ që o bo sa përsye faqe. Kemi qëndruar në një sallë për 2 orë, i kemi afru ne si parti ish opozitori, i kemi afru alternativat për zhbllokim të situatës duke ofruar votat pa asgjë, vetëm që të zhbllokohet kjo situatë të procedojmë dhe pas vendimit të gjykatës aktë gjykimit të gjykatës kushtetuese, po e shohim që këta nuk kanë reflektuar, po interpretojnë aktë gjykimin sipas vullnetit të tyre, ndërsa zoti Kurti nuk po reflekton, nuk e di se çfarë po menon. Zoti Kurti para dite është deputet, pas dite është kryeministër, marrin vendime që në fakt tash janë antiligjore, nuk ka të drejtë marrjes së vendimeve. A do të vazhdojmë me procedu me tutje në gjykatën kushtetuese, do të mbetet. Ndoshta duhet të ndërhyjë edhe presidentja, ndoshta deputetët dhe partitë ish opozitore duhet me procedu me tutje në gjykatë kushtetuese.